motivi kryesor i drejtësisë që me si po e presim. Këta marrin përsipër të bëjnë të ardhmen tonë. Ti merr tani, nuk jemi në gjendje, s'ke moral për dalë para nesh për veten tënde me fol, jo flasësh për fatet tona për nesërmen tonë, domethënë. Këto janë gabime të rënda që ka bërë. Prandaj tashun ka hyrë në një vorbull veç shkatërimi. Se pikërisht boshti vorbullës është e keqe, janë bashkuar, grush bashkuar rreth keqes. Ata e dinë, le ta bëjnë si duan. Nuk, unë do të propozoja autofagjin. Autofagjia është një tjetër moment kur vetë qeliza shkatron pjesë të këqija dhe rilind mbi atë. Po këta se kanë atë mundësi, se qendrën bërthamën kryesore kanë të keqen. E kanë të infektuar. Po pra, tani unë i shoh që do shkojnë drejt dizintegrimi total. Pra njerëz nga më kryesor të stafit Berishës, që mbase 200 vjet zog kishin ngritur zërin kundër tij, nuk po ngren zërin direkt kundër tij sot. Por duke kërkuar drejtën e tyre, kanë dalë përballë tij. Edhe ai s'po i ndalon dot më. Ai më tepër që po jep deklarata tani, po flet për vitin 2022, nuk e di as vet ku është në disa momente. Kështu që të gjitha këto po flet për vitin 42? Po, kështu kanë nxjerrë deklaratë së pash. Ndajtitet i ka tani të përditshme. Romeo, pra, unë mendoj që Spaku ka bërë gabim nëse ka dashur të mirë kuptoj të i lërë palet të qetë në fushat. Jo, edhe ne presim që ai të jetë domethënë rigoroz në zbatimin e ligjit, të kemi lajme, për ne është lajmi mirë, nëse kjo e keqe që ne kemi për qarë, luftohet çdo sekond. Pra, Spaku ka shumë punë. Edhe në fund fare të shqiptarëve nuk do vi drejtësia as nga zyrët e Spakut realisht, as nga gjykata, nga salla e gjykatës. Drejtësia fillon ku shqiptarët ndryshojnë mendsinë e tyre dhe mbajnë bie nga brenda. Ku shqiptarët është çdo gjë është botkuptim, qëndrim. Ta dëshirojnë drejtësinë, ta luftojnë të keqen. Dhe jo më kot ka një solidarizim, gjithmonë ka qenë kjo nëpër Europë. Kjo Europë çu është bashkuar shpirtërisht njerë. Po. Problemet që kishte studenti francez, bëti që ngrije protest studenti londinez. Pa ka një kohezion. Luftohet të keqen, kudo që tjetë, që ajet mos vinë nesër të këty. Ne kemi mbajtur qëndrim indiferent, po që ka qenë vetvrasës për ne si popull. Do doja në fakt para se të kaloja te pyetja tjetër, të falenderoj secilin prej teleshikuesve që po na ndjek në këto momente. Gjithashtu i ftoj që të komentojnë për këto çështje apo dhe për analizën që po bën avokati Romeo Kara, dhe ju mund t'ipi mendimin tuaj, qoftë nga diaspora, qoftë nga Shqipëria, dhe mundet t'ja u lexoj dhe ta komentojmë këtu, por do doja që secili prej jush të bëj bashkëveprues, por dhe ta shpërndante këtë emision nga unë Ermal Peçi, por dhe çdo emision tjetër që ne zhvillojmë tu në Antena Televizion. Avokat, do doja një temë tjetër që ka marrë vëmendjen kryesore, duket tashmë Partia Socialiste 83 mandate, duket një trup i çelikt, ose një trup i vetëm, tha kryeministri Rama. Në anën tjetër, te ky trup i vetëm është një trup tjetër i cili ka ngelur në qeli. Por ka filluar të japi mesazhe të koduara, duke thënë unë e di se kush është Nesti Angoni, unë juve nuk ju kam asgjë, do t'ju shtyp, në anën tjetër ju thot, mbi të gjitha thot se cili për jush do ekzistoj karma, ju mendoni se mund të më vrisni politikisht, po unë do rikthej më i fort. Ky është Erion Veliaj, një prej njerëzve që ishte portretizuar si kryetari në hije i Partisë Socialiste, por sot gjendet në një moment vështirë. Gjendet pas sekurave, por ka zgjedhur të reagoj. Pyetja ime e parë është kush është Nesti Angoni? Dhe pyetja e dytë është a ka pasur një bashkëpunim PD ndjes për të goditur Erion Veliajin, apo thjesht Erion Veliaj është viktim e mënyrës se si ai qeverisi bashkin, ose e drejtoi më saktë bashkin? Tani të mos e pranojmë ekzistencën e intrigave në odborin me pasëm të politikës shqiptare, nuk i bi deklaroj veten naif pasaj. Se ku fillojnë e si mbarojnë intrigat, nuk ka rëndësi, por ne kuptojmë
që zotëria në fjalë është i pak kënaqur edhe me të vetët. Dhe fakti që ka deklaruar në TikTok që do lidhe me Netflixin për të bërë serial, unë e shoh si shantazh. Pastër. Dhe uroj ta bëj atë serialin, edhe mos ta bëj bardhëzi, po me shumë ngjyra. Të mos lërë gjë pa fotur. Megjithatë, duhet i kishte luftuar intrigat kur ishte në zenitin e tij. Edhe të kishte luftuar për një etik të plot, edhe politike, po dhe ekzekutive si kryebashkiak. Në momentin që je përballë akuzës, për mua nuk e ka menaxhuar mirë. Unë nuk di a do të dali fajtor apo jo. Po kur je përballë akuzës dhe mban qëndrime ekstreme, sa do padrejtësitë kanë bërë, kur je burr shteti, je votuar nga, po thuj, gjysma e popullsisë shqiptare, se Tirana ka rëndësi, kjo zona këtu tu është parashikuar që para 90-s do mblidhen në të trekëndshin Tiranë, Durrës, Elbasan, shumica e popullsisë. Këtu kemi mundësi të aksesin për ta pas shtetin dhe pranishëm e tjera. Si vend malor që jemi. Ti duhet të tregosh burr shteti me qetësi, të mos implikosh asnjë tjetër dhe ta përballosh përballjen. Kjo është luftë, sfidë, ta përballosh të sfidë. Dhe sfidat nuk përballohen me presion. Nëse të kanë kusur mos u lërë. Por ne tjerë duam të dim sa të drejtë ka prokuroria dhe sa dëm është bërë. Tani po tisha unë dikushi që ta kisha shkopin e drejtësisë vetë, nga fillimi në fund, pavarësisht që ne kemi një sistem tërë. Unë do isha më ekstrem vendosin drejtësisë, më i shpejt, më efikas. Dhe është një logjik, domethënë. Bota e ka bërë para nesh. Ne duhet shkojmë drejt një shembulli të Singaporit. Shembulli i Singaporit. Çfarë shembulli është Singapori? Po me 2 ligje e ka bërë Singapori, në 82-shin kishte perceptimin 95% korruptuar dhe mbas 10 vitesh 0.5%. Dhe një është një nga vendet ku cilësia jetës është më e lartë, GDP të frikshme dhe ka një territor 9.000 km2. Ka një territor? Ke 675 ose 700 km2. Aq pak ka. Ky, si me thonë, 70 me 10, çfarë them. Edhe është bërë, ka një nga portet më të mëdha në botë dhe nga aeroportet më të mëdha në botë. Ka dhe më shumë banor se ne, ka rreth 6 milionë më tepër banor. Kryqëzim i rëndësishëm geopolitike, geostrategjik, por pati një vullnet për ta bërë atë vend. U desh një person i dur, momentin e dur, edhe me pak dhimbje, pati vullnetin për ta bërë atë vend. Tani pse ne themi nuk bëhet, ja kur u bëj një vend më i vogël se ne. Pse ne nuk bëhen? Unë mendoj që lidhet me faktin që kemi Nesti Angoni në terren? Po tani Nesti Angoni mund të jetë disa. Ai e di. Kush mund të jetë? Se flitet që mund të jetë Mazniku, mund të jetë Gonçe, flitet që mund të ketë brenda Partisë Demokratike Nesti Angoni. Po ti mendon pavarësisht që unë tani jo maskushi, po ti mendon që unë do kohën time, unë e di që vlej më shumë se këto emra që the ti, unë do kohën time të analizoj këta tani. Tani hajde analizojmë kush janë, i dim kush janë si koncept, e them. Si koncept, çfarë ndodh në PD, t'ia faturojmë atij që quhet Berish, e mira dhe e keqe tani të mirën e merr ka ky, të keqen nuk e merr ky. Edhe këtu kemi Ramën. Ai e di vetë si ka ndërtuar raportin me Ramën, se kam ndërtuar unë. Është. Problemet i bëjmë vetë. Unë kam një e mira vjen mbase nga lart, se mund të vijë një e mirë që zotëri më ke ftuar këtu, e pse nuk e meritoj të jem në qeverisje. Edhe po vi. Po nëse nuk dal mirë, pra keqja vjen nga aftësitë e mia. Po nga aftësitë e mia. Po tani mendoni ju që po të ishte qeverisur me kaq përkushtim edhe kjo bashkia jonë që unë kam të tjera